Te pesha, kur ka të bëj me pamjen fizike dhe me ngushtimin e trupit dhe shtrëngimin e tij, zakonisht rezultatet e para vrehen ma njëherë mas 6 orëve që i majnë bashkë, i bjen mas 2 jave direkt, vrehen ma ngusht në tesha, robat janë nisin me jardë ma të mëdhaja, ma të shlira, i bjen pak me hargju tash se i ndrojnë teshat në ndërkohë, duhet me marrë ka një numër ma të vogël, po besoj që janë, po definitivisht. Nëse qëllimi është, do më thonë, me hup pesh, fillojnë me njëherë mas 2 jave me vrejtë ndryshimin. Nëse qëllimi është për me i largu dhimbjet trupore, atëre e vrejnë mas 2 ore. Orën e parë edhe orën e dytë. Se orën e parë shkon të i mësu ushtrimet, orën e dytë fillon pak me i shiju ma shumë, edhe e vrejnë me njëherë që trupi po të përgjigjet dhe po të falemderit direkt. E nëse e kanë qëllimin që me uni ma mirë, atëherë e njën direkt në orën e parë. Masi që e kryu në orën e parë, e kanë me fjetë shumë mirë që atë natë dhe kanë më qua edhe ma mirë ditën tjetër. Nesër me kanë më qua drejt ristartim.